Sa qeveria po punon, gjykata kushtetuese po vonon. Matoshi? Po na humbë kokët. Kjo është në stilin e tij. Po një gësht vota don me e shkatu shtetin. Po një fituare partijake, programin e partisë, shkruan prej Elvisave e Dejonave, don me imponu Kosovë si kushtetut. Qytetari nuk shkruan kushtetuta dhe nuk lexon kushtetuta. Prandaj janë ekspertët, është elita politike, kulturore që duhet me a interpretu. Dhe nëse na nuk dim si elit me interpretu, është gjykata kushtetuese organ kushtetues. E ka domthon edhe rregulloren e punës, domthon kushtetutën e vet, që është organi ma i pavarur dhe ma kredibil i qëti vendi nëse ka me diçka kredibile në qëtë vend. Nuk ka tjetër. Ju e pa domthon që State Departmenti, zyrtari i lartë, e thirrë kryetarin e gjykatës kushtetuese, kjo ka shtyp, ka kumtes. Interesant ishte ajo. Dhe unë po du më ju thonë qitu, juve, manun për fjale. Nëse gjykata kushtetuese nuk e mbron që